Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë me emrin e Allahut të Madhreshëm. E përshëndesim e qojmë shumë të fala, shumë selame, shumë orata pejgamberit tonë të fundit Muhamedit a.s. Gjithë pejgamberëve para tij, gjithë atyre që e ndjekën dhe pasojnë fenë e tij, madje lutemi për gjithë njerëzit e mirë kësaj bote që Allahu t'u jap udhëzim të gjithëve. Ju përshëndes gjithmonë në radhë dytë juve dhe ju dëshiroj mirëseardhjen këtë ditë bekuar xumaje. Gjithmonë ju falenderoj për kohën juve këtu dhe gjithë atyre vëllezërve dhe motra që i përcjellin fjalimet tona dhe mesazhet ose përpjekjet tona me shpjegu fjalën e Zotit Madhreshëm dhe dita ditës edhe me qenë më të vetëdijshëm përballë mësimeve të Zotit, po edhe gjithmonë duke qenë më të përkushtuar dhe më të mirë përballë edhe Zotit edhe rrethit ose vendit ku ne jetojmë. Sigurisht, pjesë e vetdijes islame është që njeriu për herë me i kujtu mirësitë e Zotit Madhreshëm. Dhe kujtimi i mirësive gjithmonë ka të bëjë edhe me mënyrën se si përdorim ose si i shfrytëzojmë mirësitë që na ka dhënë Allahu i Madhreshëm. Çdo përpjekje me i numëru dhuntitë e Zotit është e pamundur, marr parasysh se mirësitë e Zotit janë të pakufishme në këtë botë. Megjithatë, zakonisht ka njëherë njeriu është i prinë me i pa do mirësi që janë të natyrës më të emtë dhe shpeshherë i tejkalon ose i anashkalon mirësitë e mëdha që janë kapitale për jetën e njeriu në këtë botë. A keni vërejt shpeshherë flasim për ushqimin, flasim për paraën, flasim për shumë nevoja që na duhen këtë botë ose që jeta jonë është ndërlidhur me to. Por shpeshherë na ndodh me harru çështjen e ajrit, oksigjenit, i cili është njëri nga elementet themelore të jetës tonë këtë botë dhe për pak momente njeriu shkputet nga jeta, po që se mbetet pa oksigjen. Në kodër të këtij diskursi kisha pas dëshirë me ju kujtu sot 3 dhunti kapitale të mëdha shumë të rëndësishme për ne që na i ka falë, na i ka dhuru Zoti i Madhreshëm, që njëkohësisht po tham përveç që i pranojmë dhe i njohim si mirësitë e Zotit, gjithmonë thirrja ose ftesa është edhe me i përdor sa më shumë në rrugë të mirë dhe në rrugë të mirë këto dhunti që na i ka dhënë i Madhi Zot. Dhuntia e parë që asnjëherë nuk guxojmë me harru është dhuntia e krijimit, që ne jemi krijesat e Zotit, që ne u krijuam me vullnetin e Allahut Madhreshëm. Pra, fal këtij krijimi ne ekzistojmë sot. Pra, numër 1 dhe më kapitale është që ne jemi të krijuar, kemi pas fatin, me përjetu ose me jetu fal krijimtarisë së bukur të Zotit Madhreshëm. Që kjo është numër 1. Numër 2 është dhuntia e udhëzimit. Zoti i Madhreshëm na krijoi, na solli në këtë botë, po kur nuk na la të hutuar. Na udhëzoi, udhëzimi, hidajeti, orientimi, drejtimi. Thoni çush doni, po njëra prej mirësive më të mëdha të Zotit në këtë botë është që ai na udhëzoi. Udhëzimi është rruga nëpërmjet cilës ne shijojmë këtë jetë, i shijojmë gjitha të mirat e kësaj bote dhe ky udhëzim na garanton madje edhe fitoren e botën tjetër. E treta, dhuntia e tretë është dhuntia e të menduarit dhe të folurit. Që Zoti i Madhreshëm na dha aftësi me mendu, na dha fiqir, siç e thojmë, na dha fuqi të menduarit dhe pastaj na krijoi mekanizëm ku ne kemi mundësinë me shpreh ato që mendojmë, pra të folurit, të shprehunit, që do ta shohim më vonë se a të menduarit dhe të folurit a është i ndërlidhur ngushtë apo janë të ndarë, a do të mund të mendonim nëse nuk do të mund të flisnim ose nëse nuk do të kishim aftësinë e të folunit. Do ta shohim në gjatë ligjërimit ose trajtesës së temës. Kur flasim për çështjen e krijimit, për faktin se ne jemi të krijuar nga një dorë e urtë, nga një Zot i plot fuqishëm, sigurisht që këtu duhet i kemi parasysh vargjet kuranore, domethënë mënyrën se si Allahu i Madhreshëm
e përshkruan krijimin ton. Sigurisht nuk është momenti mi thonë gjitha ajetet, por nëse kam të drejt, do t'i kisha ndo ajetet në cilat flet Zoti i Madhërisht për krijimin e njeriut, do t'i kisha ndo në dy kategori. Kategoria e parë janë ajetet të cilat e përshkruajnë krijimin fizik të njeriun, pjesën e materjes, do më thonë trupit të njeriut, dhe në dy është dimensioni shpirtnor, ajo pjesa e vetdijes, cilën Zoti i Madhërisht ja krijon njeriut. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme trajtimi i kësaj teme, sepse nëse do ta shihnim njeriun vetëm si një krijesë puro materiale, i bie që ne do të hynim në hak krijimtarisë së bukur të Zotit, i cili nuk e la njeriun qenie një dimensionale. Pra, është e pamundur që njeriu të shpjegohet vetëm kuptimin e materialitetit. Domthon krijimi i tij i kalon për masat e materjes. Domethënë njeriu bardh diçka për te materie, ka një dimension për te kësaj materie. Këtu fillon ajo pika e ndarjes. Në momentin që ne themi që njeriu nuk ka qenie një dimensionale dhe ka një dimension për te materjes, automatikisht kështu shtrohet çështja e Zotit, çështja e fesë, sepse njeriu për çaq kohë që bardh diçka për te materjes, ai domethënë gjithmonë ka mundu me pas një ndërlidhje të ngushtë me qatë pjesën jashtë materjes. Me materjen po se po, ato e shohim çdo ditë, por ka me synu diçka për te materjes. Në anën tjetër, nëse e kufizojmë ose e spjegojmë njeriu vetëm në kufit e materjes, i bie që ai nuk ka nevojë më ndërlidh me një botë jashtë materjes, pra nuk ka nevojë për religjion, as nuk ka nevojë për Zotin, as nuk ka nevojë për besimin. Pra, kur të flasim për krijimin e njeriut, është jashtëzakonisht e rëndësishme me determinu, domethënë, shpjegimin fetar, i cili aludon vazhdimisht që njeriu është i krijuar në një farforme, në një, domethënë, komponent të jashtëzakonshme që ka ditë veç Zoti i Madhërisht. Me kriju njeriu edhe me dimensionin material, marr parasysh se do të ballafaqohet me materien dhe do ta zhvilloj materien, dhe dyta, dimensioni për te materjes, dimensioni metafizik, dimensioni shpirtnor që i themi ne, dimension ky që do t'i ndihmoj njeriu të ruaj njerëzoren e tij, t'i ruaj vlerat dhe të ruaj gjithçka që është e natyres morale në këtë botë. Për shembull, njëri prej ajeteve thotë: O ti njeri, që të bëri ty të ngritesh kundër Zotit tënd, i cili të krijoi. E kemi kriju njeriu në varg tjetër thot në formën më të përsosur. Domethënë e kemi kriju njeriu në për etapa. Faktikisht 10 ajete në të cilat përshkruhet krijimtaria e domethënë Zotit Madhërisht për njeriu. Dhe kjo faktikisht e përfaqëson atë pjesën materiale, atë për kufizimin material të njeriu që besoj që nuk çdo men shumë, sepse materien ne e shohim, e prekim dhe e identifikojmë me shisat tona. Anën tjetër, çështja tjetër që e bart njeriu, që nuk i takon botës materiale, pra që u shëndru në një farforme në diskutim, tu pranu dhe tu mohu varësisht prej ideologjive dhe prej besimeve, është ajeti i Zotit Madhërisht kur thot: kur atë, domethënë, e kompletuam në kuptimin fizik, e përsosëm kuptimin material, ati i vendosëm, ati i futëm pjesën e shpirtit që erdhi nga unë, thot Allahu i Madhërisht. Domethënë, ne bartim, ne jemi të krijuar prej Zotit Madhërisht, por jemi krijuar prej materjes me cilën do të kemi punë fizikisht, dhe bartim diçka qiellore që vjen prej anës së Zotit Madhërisht, që ka të bëjë me botën shpirtnore. Qysh kishim mujt me argumentu se ne bartim diçka për te materjes, se kemi diçka ma shumë se sa materje, se jemi një qenie ma tepër se një dimensionale. Ne mund t'i rumullaksojmë 3 argumente që neve na shtin me besu që njeriu nuk është qenie një dimensionale,
por është qenie përtej një dimensioni, madje ai bart një dimension tjetër metafizik. Këtyre tre argumenteve mund t'ju themi edhe si lloj shenjash që vërtetojnë se njeriu bart shpirt me veti. Fakti i parë është sensi estetik i njeriut. Njeriu është qenie që din me vlerësu të bukurën, din me vlerësu artin, din me vlerësu pikturën, din me, si më thonë, mu fascinu me pejsazhin, dhe kjo nuk i ndodh asnjë gjallëse. A keni has ju ndonjëherë me pa një kafsh, të shku me ble një piktur, ose a keni pa dikun ndonjë kafsh se kur e ka pa një pejsazh u fascinu? Dhe më thonë, a keni pa ju ndonjë lloj kafshë që e merr lapsin edhe pikturon, edhe nëpërmjet lapsit ti e pasqyron botën e ti të brendshme në një pelhur, pa në një piktur faktikisht. Kjo i ndodh vetëm njeriut. Dhe më thënë, njeriu është qenie që din me vlerësu të bukurën, ka sens estetik. Dhe kjo mendoj që e dallon ose jep njeriut një dimension jashtëzakonisht veçantë për te i materjes, për te i fizikës. Që kjo është fakti i parë. Fakti i dytë, ose shenja e dytë, është mendimi abstrakt. Njeriu mund të diskutoj diçka abstrakte, mund të diskutoj ide, mund të mendoj, mund të shtjelloj diçka që është jashtë botës fizike, do është abstrakte. Për shembull, pyetjet mbi fatin e jetës, pyetjet mbi ka erë jeta, pyetjet se çka ndodh mas vdekjes, filozofia e jetës, pse ekziston kjo botë. Krejt këto pyetje, krejt këto kurreshtjet njeriut me zbulu, domethënë, këto enigma të natyrës abstrakte, i japin njeriut një dimension, domethënë, të fuqisë së tij abstrakte, jo veç fizike, çka nuk e posedon asnjë gjallësë tjetër. Edhe kjo është një shtesë që tregon se njeriu ka një farë ndërlidhje për te botës materiale. Dhe e treta, nevoja njeriut për të dhënë kuptim ekzistencës. Ajo që themi shpesh, dhe më thonë, njeriu është qenie që çdo veprimin këtë botë ka nevojë me dhënë kuptim. Sepse në momentin që i jep kuptim, dhe më thonë, e trajton ose e përballon ma lehtë. Pra, njeriu është qenie që çdo gjë në këtë botë i ka dhënë kuptim. Ndërka që gjallësa tjera gjallënojnë mekanikisht dhe, si më thonë, e realizojnë veten mekanikisht, njeriu është qenie që funksionon mekanikisht, por kësaj mekanike gjithmonë i jep dimension edhe kuptimor, filozofik, mendor, le të themi edhe shpirtënor në këtë rast. Qëto janë tri shenja që na orientojnë ose na drejtojnë ka fakti se njeriu është qenie e cila posedon diçka më shumë se sa veç pjesën materiale ose veç pjesën fizike. Prandaj, kur analizojmë me këtë thellësi çështjen e krijimit ton, atëherë vërtet i mbesim borxh me falendëru Zotin e Madhreshëm për herë për këtë krijim kaq të bukur që na bëri, dhe i mbesim borxhli që këto dy pjesë me ndërtu paralel, do më thonë edhe botën fizike, edhe botën ose dimensionin metafizik me i zhvillu paralel në këtë botë. Në këtë kontekst, i kemi gjithmonë dy sfida. E kemi sfidën e materializmit të egër, që materia vazhdimisht bën përpjekje me na pushtu, e me na robnu, edhe një farforme ne gjithë mu shëndru rob të materjes, ajo që po i themi shpesh materializmi i egër, për cilin s'duhet shumë mend sepse jemi të pa të gjithë, dhe sfida e dytë, një farë bote shpirtënore falsifikuar, e cila, si me thonë, është ma shumë për kamuflim se sa për realitet. Dhe kjo lloj shpirtënorje falsifikuar, sigurisht që nuk është e fuqishme mi anal hazin ose mi anal turrin kësaj egërsie të materjes, ose kësaj ashpërsisë të materjes. Pra, ne kemi nevojë për materje, por në mënyrë të kontrolluar, jo të egër,
dhe kemi nevojë për shpirtënore, reale, të vërtet, jo të falsifikuar, jo të kamufluar, por shpirtënore në thelb, shpirtënore në esencë, e cila në një farforme e balancon situatën tek njeriu mes materjes dhe mes shpirtënores. Po kalojmë te dhuntia e dytë, hidajeti, udhëzimi. Allahu i madhreshëm na udhëzoi. Te udhëzimi, vëllezër dhe motra, i kemi gjithmonë dy elemente të rëndësishme, të cilat vazhdimisht korrespondojnë me njëra tjetrën. Është elementi hyjnor, i cili vazhdimisht i dërgon njeriu sinjale në këtë botë, në mënyrë të veçantë nëpërmjet profetëve, nëpërmjet librave të shejta dhe nëpërmjet shumë sinjaleve të tjera të cilat njeriu kish pas nevojë me i lexu. Allahu i madhreshëm sa i përket kësaj anës hyjnore, pra profetëve, librave të shejta dhe gjitha sinjaleve të tjera, të cilat domethënë e synojnë njeriu në këtë rast, në Kur'an thotë ne kemi dërguar të dërguarit ton, pejgamberët ton, me fakte, me qartësi, me mrekulli, si që themi ne, dhe me ta kemi zbritur libra të shejta. Të gjitha këto, do më thonë, synojnë me mësu njeriun, do më thonë, me organizu jetën këtë botë, edhe gjithmonë mos me haru lidhjen me Zotin e gjithësisë, pra me met i udhëzuar, me met në orientim, me met në kahje të duhur, me met i ndërlidhur ngusht me burimin e ekzistencës që është Zoti i gjithësisë. Që kjo është pjesa hyjnore, do më thonë udhëzimi ka dy anë, ka pjesën qellore prej Zotit, librat e shejta, pejgamberet dhe shumë sinjale tjera që kemi nevojë me lexu vazhdimisht, dhe ajo që bëron prej njeriu në këtë rast, ose ajo që gjendet te njeriu, që në një farforme Zoti i flet asaj, dhe ajo ka të bëjë me natyrshmërinë e pastërt të njeriut dhe me mendjen e njeriut. Do më thonë, njeriu i posedon dy elemente të cilat i ndihmojnë atij me i lexu shenjat e Zotit, ose me lexu hidajetin, udhëzimin e Zotit. Në rand parë është natyrshmëria e tij e pastërt dhe e dyta mendja e tij, fuqia e mendjes. Mohimi i fesë bjen ndesh me natyrshmërinë që e ka kriju Zoti. Mos e harroni, pse feja nuk zhduket asnjëherë deri në ditën e fundit? Sepse njeriu ka natyrshmëri me pranu fen. Mohimi i fesë është mohim i natyrshmërisë, i një elementi thelbësor të natyrshmërisë të njeriut. Pra, kur e mohojmë fen bim ndesh ose kacafytimi me thonë shkurt me natyrshmërinë njerëzore. Ndërkaq, devijimi i udhëzimit, keqpërdorimi i udhëzimit, manipulimi me udhëzimin e Zotit bjen ndesh me mendjen. Pra, devijimi i feve bjen ndesh me mendjen, ndërkaq refuzimi i udhëzimit bjen ndesh me natyrën njerëzore. Pra, le t'i themi më shkurt, Allahu i madhreshëm i ka vendosur te njeriu dy mekanizma nëpërmjet cilëve ai drejtohet njeriut ose ai komunikon me njeriun. Sikur ai dirigjuesi i televizionit që ka një pikë ka këtu e një pikë këtu që ka në televizor, dhe ai komunikon nëpërmjet këtij relacioni. Allahu i madhreshëm kur i flet njeriu, kur e orienton njeriu, kur e drejton njeriu, e drejton nëpërmjet natyrshmërisë së tij që ka të lindur dhe nëpërmjet mendjes së tij që ka aftësi me i kuptu shpalljet dhe fjalët e Zotit madhreshëm. Që kjo është sa i përket dhuntisë së udhëzimit. Në dhuntinë e parë ishte komplet dora e Zotit madhreshëm që na krijoi. Në të dytën, dhuntia e udhëzimit, do më thonë udhëzimi vjen prej Zotit, por na metet edhe neve përgjithësi me bashkëvepru me këtë hidajet, me këtë udhëzim, nëpërmjet natyrshmërisë tonë dhe nëpërmjet mendjes tonë. E treta është të menduarit dhe të folurit, si njëra nga dhuntit më të mëdha që i kanë ndihmu njeriut edhe me jetu në këtë botë, edhe me zhvillu jetën këtë botë. Do të ishte pa kuptimt jeta në këtë botë, edhe krijimi njeriut, edhe udhëzimi njeriut, pa aftësinë e tij për të folë dhe për të mendu. Po du veç me shtru
kuptimin pak filozofik, aspektin e të menduarit dhe të folurit. A mund të mendojmë pa gjuhë? A kish mujt njeriu me mendu, po mos ta kishte aftësinë e të folunit? Filozofia e vjetër e konsideron të gjuhën vetëm si një mjet nëpërmjet të cilit e shprehim mendimin. Pra, filozofia e vjetër në këtë rast përfaqësohet kryesisht nga Platoni. Pra, idetë sipas traditës platonike ishin thelbi i njeriu. Pra, idetë, mendimet, ato janë, si me thonë, thelbi, ato janë kryesore. Pastaj gjuha është element, është si një farlloj ene, që tani na kërkojmë gjuhën nëpërmjet cilës i shprehim ato mendime. Faktikisht, mendimi i vjetër filozofik e bën një ndarje mes të menduarit dhe të folunit. Njëjtë mendon Ibn Halduni. Ibn Halduni e përshkruan gjuhën si një mjet që shërben për të treguar qëllimet e të folësit. Një mjet për të komunikuar, domethënë, me njëri tjetrin. Në këtë çështjen e Platonit e Ibn Haldunit ose në çështjen e vjetër filozofike, në pyetjen se a mund të mendojmë pa të folunit, përgjigjja na del po. Pra, ne mund të mendojmë, pastaj hulumtojmë një mekanizëm me shprehçat mendim. A me gishta, a me shenja, a me tinguj, domethënë nëpërmjet elementit gjuhë. Faktikisht ky mendim e ndan gjuhën prej të menduarit. Në anën tjetër, filozofia bashkohore, filozofia moderniste, e pohon krejt kësisht anën tjetër. E pohon që njeriu nuk mund të mendoj pa gjuhë. Gjuha i ndihmon njeriu të mendoj. Në filozofinë bashkohore, gjuha dhe të menduarit janë të pandashëm. Në filozofinë bashkohore, gjuha nuk është më thjesht një mjet, por është organizim i realitetit. Pra gjuha e organizon realitetin cilin ne jetojmë. E ndan njësi dhe çdo gjë e emërton. I emërton edhe veprimet, i emërton edhe, si më thon, mendimet edhe idetë kështu me radhë. Faktikisht gjuha neve na ndihmon me i klasifiku dhe me i nda gjërat. Dhe këtu na del pa vargu kuranor, ku Allahu i Madhërisht ja kujton me laseve se ai ja ka mësu Ademit gjithë emrat. Pra, Ademit ja krijon fuqinë e emërtimit të gjërave, të gjësendeve, dhe kjo rrjedhimisht do të ndihmoj Ademit të mendoj. Prandaj, varianti i dytë që gjuha i ndihmon të menduarit dhe është e ndërlidhur ngushtë me të menduarit është fakti i pamohueshëm dhe e mbështet 100% edhe çështja e fesë. Allahu i Madhërisht në surën Rahman thot: i gjithëmëshirshmi, Ar-Rahman, ai ja mësoi njeriu Kur'anin. Çka do të thonë ja mësoi Kur'anin? Ja mësoi me mendu Kur'anin edhe me recitu Kur'anin. Do të thonë Kur'ani ka nevojë edhe për kuptim, edhe për mendim, po ka nevojë edhe për lexim. Prandaj të dyja të shtin me një anë. A jam mësoj Kur'anin, do më thonë jam mësoj edhe me mendu, jam mësoj edhe me recitu ose me shqiptu. Do më thonë, pa gjuhë, perceptimi dhe analiza e realitetit, definitivisht bëhet i pamundur. Pasi botën do ta shihni, do më thonë, një farlloj grumbulli. Nëse botën nuk do ta emërtonim, ajo do të ishte një farë grumbulli i pandashëm dhe do të ishte pamundshme akceptimi i secilës veç e veç, qoftë gjësenda, qoftë edhe veprema apo ngjarje. Prandaj gjuhët të ndryshme klasifikojnë dhe organizojnë realitete të ndryshme. Dhe kjo ndikon në mënyrën se si njerëzit mendojnë. Prandaj është jashtëzakonisht e çmuar që njeriu të di më shumë gjuhë. Faktikisht sa më shumë që din gjuhë të huaja, aq më shumë të menduar të rikrijon në mendjen tënde. Sepse çdo gjuhë e ka formën e vetë të menduarit dhe të emërtuarit. Shembujt e gjuhëve primitive që tregojnë se koncepti numrave ose objekteve shpesh është i kufizuar. Këto fiset që i kanë studiuar në xhungël kanë gjetë një fenomen interesant. Numrat me të cilët kanë numëruar ata kanë qenë gjithmonë të kufizuar. Çka jep me kuptu se ata numrat kufizuar
ju kanë përgjigj të menduarit të tyre të kufizuar. Dhe në një farforme u ka një farë ndërlidhje ngushtë mes kufizimit numrave me kufizimin ose me të menduarit primitiv. Pra, momentin që rriten numrat, rritet edhe aftësia e të menduarit. Në një farforme, numrat kanë qenë reflektim, ose numrat e kufizuar, le të themi, kanë qenë reflektim e të menduarit tyre primitiv. Dhe kjo është në faktin që gjuha jashtëzakonisht e rëndësishme, domethënë në krijimin ose në të menduar. Prandaj edhe sot popuj që kanë gjuhë të forta, faktikisht shquhen edhe për mendime të forta. Pasuria e gjuhës flet edhe për pasuritë mendimit. Popuj që kanë gjuhë të forta, sikur ne dhe shumë popuj tjerë që kanë gjuhë, domethënë të vjetra, jap me kuptuar që ata kanë edhe mendime të thokta. Prandaj neve nuk na metet gjë tjetër, vetëm se me falënderu Zotin gjithmonë dhe në një farforme me u besatu me Zotin që të menduarit që na ka falë dhe të folurit njëjtën kohë, kemi përdor edhe të menduarit edhe të folurit gjithmonë në mënyrën korrekte. Prandaj feja ngarkon njeriu në mos të madhe me përgjegjësinë përkitësi me çështjen e të folurit. Të folurit është shumë çështje rrezikshme sepse të folurit krijon edhe mendim. Të folurit edhe vret edhe shëron. Andaj duhet vërtet të jemi shumë të matur, edhe në mendime, edhe në të folur. Dhe mos të harrojmë që të folurit edhe të menduarit është i ndërlidhur shumë ngushtë. Faleminderit juve gjithë që po më japni vëmendjen e juaj. Allahu ju shpëbleft, shihemi në takimin e radhës.